Të dashur miq të podcastit Muhabete Kulture. Ky është një podcast rishtas i krijuar për të ofruar një pikpamje dhe një perspektivë ndryshe për sfidat që ka kultura shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Funksionimi institucional i saj, ngritja e saj dhe evoluimi jon shoqëror si shqiptar në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Mirëfilli dihet që gjatë 2 dekadave të fundit, kultura shqiptare ka mësuar një evolim pozitiv, do kisha thënë, në kontekst të institucionalizimit të saj. Do të sjellim personalitete të cilët janë pjesë përbërëse e kësaj histori. Do të sjellim personalitete të cilët do t'i bashkëbisedojmë të gjitha problematikat të cilat i has kultura shqiptare për momentin. Ky podcast do të ofroj një mendim ndryshe, një mendim kritik dhe një debat cilësor mbi të gjitha ata që mund t'i themi tema kulturore. Gjithsesi që mund t'i quajmë tema kulturore. Është një podcast i cili do të jetë i hapur për të gjithë dhe shpresoj që në fund të ciklit të parë të emisioneve do të jemi të qartë rreth asaj se çfarë dëshirojmë të arrijmë si komunitet artistik dhe si duhet të përqasemi sfidave moderne që po përjeton kultura shqiptare. Andaj, edhe njëherë ju ftoj që çdo javë të na ndiqni në podcastin e quajtur Muhabete Kulture, ku nëpërmjet muhabeteve të kulturës do të tentojmë pra të shkoqisim të gjitha temat të cilët janë me interes të përgjithshëm për kulturën shqiptare. Zotëri Berush Mjaku, mirë se erdhe edhe njëherë në galerinë tonë dhe faleminderit që pranove të bashkëbisedojmë rreth karrierës tuaj, rreth të arriturave tuaja dhe rreth gjithë atij bagazhi 5 dekadash që keni në skenën shqiptare. Mirë shërzeta dhe njëre do të më lejoni që t'ju përgëzoj për këta iniciativë të cilën e keni marrë dhe i dëshiroj rrugë të mbarë. Faleminderit shumë. Pa mos me unë dalë fare. Faleminderit shumë. Zoti Berush Mjaku, në kontekst të kulturës shqiptare, ju jeni mbamendja kolektive e gjitha asaj çfarë ka ndodhur në 5 dekadat e fundit në skenën e artit shqiptar. Na thoni, nga kjo perspektivë kohore, a kemi arritur ne si shqiptarë të Republikës së Maqedonisë së Veriut të ngritemi në nivelin e kulturës me Tiranën dhe Prishtinën? Gjithsesi, a kemi arritur që të krijojmë institucione, që të krijojmë atë gravitet institucional, që të barazohemi ose të parafrohemi me 2 kryeqendra të tjera shqiptare siç janë Tirana dhe Prishtina? Paksa e koklavitur kjo pyetje, por më do të më lejo që të flas më tepër për skenën teatrore shqiptare dhe për teatrin shqiptar dhe për të arriturat e teatrit shqiptar, aty ku unë kam filluar dhe ku plot 45 vite kam qenë pjesë e atij institucioni dhe do të thoja se jo si kem arritur që të barazohemi, po ka pas një periudhë kohore kur ne kem qenë mbi, apo kem qenë odhërëfys për ata 2 qendra, 2 kryeqendra, siç është Tirana dhe Prishtina, se si duhet të mendojmë, si duhet të veprojmë dhe çka duhet të sjellim dhe çka duhet të flasim nëpërmjet skenës, nëpërmjet teatrit. Në vitet 90 për shembull kur në Kosovë nuk frimonte asgjë shqip. Kur shizofrenia e diktatorit Milošević deshi shqiptarëve në Kosovë tua uzurpon edhe ajrin, cilin e thithin, e lema që t'ju lejon që t'ecim në atë rrugë tim, apo në atë rrugë në cilin ishtë nisa i teatrëmi që ishte njëri për i teatrëve ku kishte mri në piedestal, them në nivel federativ, dhe ku u mbyll çdo gjë. Do të thotë një suprimim total i të drejtave shqiptare. Gjitha. Në Shqipëri kemi qartë, është vetë sistemin cilin kanë jetuar shqiptarët atje, kanë qenë të detyruar që të getoizohen
mbrënda kufirit shqiptar, që të mos ecin krahas me kulturat tjera evropiane, në të përqëndrohem në këte që e thashme që të gjithë edhe sot e kësaj dite pretendojmë Bashkimin Evropian edhe luftojmë për të qenë pjesë e asaj bashkësie, por nuk mjafton ti vetëm ti jesh pjesë e asaj, por duhet ti jesh me vepra, ti jesh i barabartë me të. Kështu që teatri shqiptar ku unë kam punuar, apo ka perioda ku edhe kam udhëheq atë drama, teatri shqiptar, kemi arrit, sidomos viteve të 90-ta, që të bëhemi provokatorët numër 1 në qarqet festivaleske të teatrave, qendrave kulturore në Evropë. Djetë vitet 90-ta me regjizorin shumë atraktiv nga Zagrebi, ku ishte edhe bashkëpunimi i parë, kuptohet me iniciativën time dhe me insistimin tim. Fotëm në repertuar Furkën e mistershme, apo tregimet e autorit kroat Nikola Shop, me të cilin ne e shpërbuam vetën si ansambël me një frym tjetër të teatrit, jo teatrit tradicionale, teatrit klasik, por me një stil të dans teatrit. Dhe arritëm që me atë shfaqje, jo që të provokohen, po të jemi në pjedestal këtu në Republikën tonë, por ajo ishte atëherë pas prezantimit tonë me atë shfaqje në Festivalin Internacional të Teatrit në Eurokaz të Zagrebit, u përzgjodh si e vetmja shfaqje nga Federata Jugoslave atëhershme që të prezanton të arritunat e teatrit jo vetëm gjithë shqiptar, por teatrit jugoslav në njërin ndër festivalet më të mëdha të teatrit në Evropë, e që ishte Eseni i Gjermanisë. Edhe që është interesante se në vitin 91, kur nisemi për në Esen me autobus, kalem Zagrebin, Ljubljanën, nisemi për në Gjermani, shkojmë 3-4 ditë atje, bëjmë shfaqjen, kur kthehemi veç lufta kishte fillu në Jugoslavi, dhe ne dolem nga Jugoslavia, por u kthymë në një shtet mo që nuk ekziston. Zoti Berushi, që ju ndërpres, a u shëndrua teatri kombëtar shqiptar, ose teatri komsive, si që ishte në fillim atër, në një qerdhe rezistente, në një qerdhe ku debatoheshte për gjithat që ndodhte në kontekst politik brenda Jugoslavisë? Po është, ajo dhe ka qenë mote e hynë. Ne atë kemi filluar që viteve 80-ta, them për shembull me Vladimir Milçinin, kur kemi punuar tekstin e Resul Shabanit, Shinë Uertemonta, me cilën shfaqje ishin pjesë e festivalit më të madh të teatrit eksperimental në Sarajevo vitin 85. Ishte një tekst i Resulit, i cili fliste për Pinoqën në Çile, për sistemin, për burgosjen e intelektualve, për vrasjen e tyne. Ata janë vitet cilat pas demonstratave tona të studentëve në Universitetin e Prishtinës vitin 81, ne kishim atë problem, se i kishim Pinoqën tonë, cili e luftonim nëpërmjet skenës, dhe ajo ka qenë moto e jonë, më ne kemi vazhdu për asaj me Pajentik Nëndër, me tekstin e Xhabir Ahmetit, i cili flet për një rrugtim tjetër, por vjen deri te Saun e Rudi Sheligos me Raim Borhani që vjen dhe ku për herë të parë ndoshta një aktor shqiptar në skenë i drejtohet
Gardnerit, i cili ishte drejtori i organizatës ku punonte Andrea Temlin, dhe që ishte një fizharmonist i dështuar, i cili merr, nuk ka notën, nuk ka kurgjë, po i thot tek e fundit, thot ti edhe drejtori, gjithë drejtorave, thot mund të shkoni në RS, në RS-amës. Pra, një refuzim fizik, do kisha thonë, që ka bërë teatri edhe në kontekst të sistemeve. Pasi që ajo është edhe roli i teatrit. Të përçoj pra gjithat energji që akumulohet në popull, gjithësisht... Më të tregon rrugën popullës se ka duhet testi ke fund. Mande janë vitet 90 që përmenda furkën e mistershme, po vjen shfaqje tjetër, të them, Bali i Bretit, i cili u bon vërtet një provokator në qarqet festivaleske më të mëdha teatri, prej në Eurocat Zagreb, në Oldenburg, Gjermanis, në Sant Arcangelo Dia Teatri, në afër Riminit në Itali, ndërsa në Gjivitale me mbretin lirë. Dhe ku, jo rastësisht, fill pas shfaqjes, më drejtohet një zotëri me kollare, edhe kërkon prej meje që këtë shfaqje duhet ta ftoj. Fill pas shfaqjes, edhe isha në kostum të mbretit lirë. Këtë shfaqje duhet ta ftoj për në fundin e shtatorit, për hapjen e sezonit teatrit nacional në Romë. Për mu ishte një befasëri i këndshme dhe i sigur se do të realizohet, i dhash numrin e kontaktit, faksat me që s'kishim ende me këta, kishim të modernizu me këta mailet me këta, për shka ndodhë. Ndodhë që e të dërgonë ftesën, por menaxhues të teatrit ta morën ta shkyjnë ta gjujnë. Pse? Se ne jemi ata që menaxhojnë teatrin, nuk është aktori. Them bëjnë shpjell. Që realisht është tendencioze. Nuk u realizua. O shfaqje tjetër për shembull që kemi po një koproduksion shumë domethënës në Bergenit norvegjis me International Bergen Theater, që është kemi po një kompilim për 3 autorëve, është Bali i Bretit, 3 norat 3 motrat e Qehovit dhe Nora i Bzenit. Që ka qenë një kompilim shumë interesant, me që ne 4-5 aktorë shqiptarë lunim shqip, 3 aktore norvegjeze lunin norvegjisht, dhe ishte interesant për publikun se ata të cilët e flitnin e njihnin gjuhën shqipe, po që e ka njoftë dhe dramaturgjinë botnore, them. Edhe gjuhën norvegjeze i kishin qartë se nuk është Brejt i vetë, nuk është Bali, me që është titulli ka qenë 3 motrat e Qehovit dhe Nora i Bzenit presin Balin nga Shkupin Bergen. Një kompilim i çuditshëm. Po, ka qenë aq projekt interesant, aq do me thonës. Dhe norvegjezët cilët e njohin norvegjisht vetëm e kapin sekvenca prej tekstit të i Bzenit. Qehovit, kush e ka njohë, Qehovin edhe këto. Edhe ajo shfaqje për shembull atëherë u pengu për vetë menaxhuesve të teatrit shqiptar Shkupit që të mos vjen verën e Ohrit, ku kishin një ftesë direkt prej Ministrit Kulturës e të prej Gyner Ismailit. Duheshte të hapim festivalin me atë projekt. Por, pastaj fillojmë me Teki Dervishin, me Teki Dervishin eshtrat që vinë vonë. Që përveç 5 shfaqjeve që ishin shumë mirë të organizuara në kuadër të interkultit Stockholmit. Në Stockholm, ne vazhdojmë për në Rigat Letonis. Në Rigat Letonis vjen drejtori artistik i festivalit Bienales Bonit, e merr shfaqjen për Bienalet Bonit dhe për herë të parë teatri shqiptar merr pjesë me një autor shqiptar siç ishte Teki Dervishi. Zoti Berush Mjaku, t'ju pyes diçka që për ne, gjenerata të cilët pretendojmë se kemi bërë diçka, në kontekst të institucionalizimit të kulturës shqiptare, në kontekst të ngritjes së institucioneve shqiptare. Deri më tani, a jemi në rrugë të drejtë, duhet të ndryshojmë diçka, ose nga prizmi juaj, çfarë duhet bërë ndryshe
në menaxhim të institucioneve kulturore, në qasjen ndaj kulturës, ndaj projekteve kulturore, fundit edhe ndaj një strategjie gjithë shqiptare të kulturës. Unë këtë që e folë deri më tash, folë për të arritunat e teatrit shqiptar dhe desha të them se ti përgjigjen pyetje suj si a kemi mbrit jemi baraz me dy kulturat, me dy qendra Prishtinë-Tirana, unë desha ta them atë se vërtet ka qenë një periudhë kur ne kemi qenë mbi ta edhe dashur të mësojnë prej neve. Por tani, në këtë moment, në këtë kohë, në këtë decenjën e fundit, teatri shqiptar i Shkupit, më vjen keq me thonë dhe më dhem kjo, po është kthy dhe është fut në rrugicën e vet, edhe ku sot teatri shqiptar i Shkupit, teatri kombëtar i Tiranës, teatri kombëtar i Kosovës dhe gjitha institucionet tjera teatrore në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoni janë të vetë kënaqur e të stërkënaqur që arrin të bëjnë ndonjë shfaqje apo të bëjnë diçka në repertuar, ku atë repertuar do ta prezantojnë në festivalet ndryshme, po ku në rrugicën e tyre, në rrugicën e vet. Domethënë në qiellin nën shqiptar. Kanë harruar se ka një qiell tjetër evropian ku gara bëhet atje. Nuk bëhet në Preshevë, në Ferizaj, në Tiranë, realisht teatrat tona po prodhojnë domethënë vepra vetëm për të konsumuar brenda territorit ku jetojnë shqiptarët. Jo, u them se teatrat tona po bëjnë atë sa sidomos këtu në Maqedoni, atë sa na ofron Ministria e Kulturës. Unë sot e kam dërzu për një intervistë dhe për Capital, në gjuhën angleze që duhet më thotë dhe them. Nuk i fajsoj aq teatrat, institucionet teatrit se e financoj hierarkin qeveritare. Në hierarkin qeveritare, Ministria e Kulturës gradualisht ka hecë mrapa. Dikur, për shembull, kur jam punësuar në teatr, apo viteve atëherë kur nuk kam ditë unë, apo nuk kem ditë në teatr se çka do të thotë mos ketë pare për të bler një rekvizit apo një mos pagush një regjisor apo një honorar, një aktor diçka, që sot është shumë aktuale. Në kontekst asaj se sa Ministria e Kulturës përkrah institucionet, është një debat që ja vlen të diskutojmë gjëra gjatë. Pasi është pak më e konklavitur situata. Mirë po, neve si shqiptar, nga një teatr që kemi pasur njerë të kompsive që kemi funksionuar në kuadrët e atij teatri, pastaj një teatr të ngritur si teatr shqiptar, sot kemi gjithësisht teatrin e Kumanovës, teatrin e Tetovës dhe teatrin e Gostivarit. Gjithë këto institucione krijojnë gravitetin e nevojshëm për t'ju dhënë një shpresë të gjithë atyre artistëve të cilët duan të studiojnë artin dramatik. A mendoni që kemi krijuar infrastrukturën e nevojshme që të ketë perspektivë arti dramatik në Republikën e Maqedonisë së Veriut? Çfarë duhet, nëse nuk e kemi arritur, çfarë duhet bëjmë diçka më shumë? Unë prapë po kthehem aty që të përgjigjen këtë pyetje, ndoj se ju duhet jeni edhe më i thirrur për këtë çështje kur flasun për Ministrinë e Kulturës, edhe për fukarallëkun që ne ka sjellë nëpër institucion e Ministrisë e Kulturës, që ai fukarallëk, se unë them, nëse dikur Ministria e Kulturës ka qenë në atë hierarkinë qeveritare bashkë me krahas me Ministrinë e Punëve të Brendshme, punëve të jashtme apo financave apo atëherë ka pas mjete ke qenë nalt. Tash je bira e fundit e kavallit. Çdo gjë që duhet vjen deri te hekja, çdo rebalanci si që i keni bën ju në qeveri atje, keni shkurtuar aty, ku keni filluar prej Ministrisë e Kulturës. Prej nga nuk duhet. Edhe tash, për këtë them, kur Ministria e Kulturës për shembull ka aq sa ka pas deri më tash, po them, edhe kanë investuar në për teatre, çka kanë prit prej teatrave të marrin. Në më thonë fukarallëku e sjellë fukarallëku. Fukarallëku e sjellë fukarallëku. Po, edhe kanë sjellë shfaqje të nivelit cilët janë të lezetshme, të këndshme për publikun, por është për një rreth në ngushtë,
këta do dramat apo këta komedit e lira që i qujon, edhe nuk janë, nuk merren sot teatrit me temat të randa, me temat cilat duhet të provokojnë secilin aktor para se gjithash. Por këtu kam edhe një varritje shumë të madhe tek aktorë, sidomos ta gjeneratave të reja, cilët janë pajis me diplomat të aktrimit dhe cilët teatrin, aktrimin e duan edhe çdo gjë që duan më tepër e duan pajisjen me diplomë të aktrimit, futjen në një listë rrogës, në një institucion të quajtur teatr, siguron rrogën e vet, siguron familjen e vet dhe të merret me punë tjera të cilat realisht krijon një komfort zonë dhe pastaj nuk lëvizin nga ti. Po s'lëviz dhe s'mund me lëviz. Është. Zoti Berush Mjaku, juve keni luajtur 10 mos them 100 role në shfaqje teatrore. Keni luajtur në shumë filma të metrazhit të gjatë dhe të shkurtër. Ku e ndjeni veten më rehat? Ku është Berush Mjaku? Se mund të shkojë në skenë. Teatri është ajo që më ka mbajt, ajo që më ka dhënë, edhe ajo që më banë edhe sot, që unë jam ndoshta edhe prej trallëve aty në aktorët cilët teatrin e bartin vete edhe sot e kësaj dite, dhe dallimi im mes me bën një paralele me aktorë cilëve ju dëshiroj jetë gjatë në skenë, karierë suksesshme dihet, por është pikërisht aty. Këta sikur e duan teatrin, sikur e duan vetën teatr e jo teatrin vetën. Kur jemi tek ajo që thatë ju ndjeheni më rehat në skenë, kam lexuar në intervista të ndryshme që keni preferuar çdo herë qasjen ose metodologjinë e veprimit të teatrit të Stanislavskit. Çfarë është kjo qasje juaj? Çfarë nuk kupton kjo lloj doktrine? Dhe çfarë mund të ofroni ju si shpjegim për gjeneratat e reja të aktrimit, se si ti përqasen gjithësisht krijimit të një roli ose krijimit të një personazhi ose kapjes së karakterit të një personazhi për një shfaqje? Para se gjithash, qysh si student, kur kem filluar të merrem me analizat ndryshme, sidomos vitin e dytë, kur profesor të interpretimit kam patur të madhin e të pavdekshmin Bekim Fehmiun, e ku kem pas fatin të punojmë të analizojmë krye personazhet e dramaturgjisë Shakespeare-it, e ku unë kam pasur fatin që të gjendem në rolin e Hamletit. Për 3 muaj ditë ne kemi punuar vetëm Shakespeare me Bekimin, edhe pas 3 muaj Bekimi e lëshoi me që duhesh të shkon në xhirime të gjata me filmin avanturier. Atër ne vitin e 4 vazhduam semestrin e 4 vazhduam me asistentin e tij, bëam shfaqjen e diplomës procesin e Kafkës. Stanislavski ka qenë udhërrëfyesi imi si aktor, pa mos më janë shkaluar me Heroldin, i cili ka ditë që t'i rrinë përballë Stanislavskit, i cili Stanislavski preferon atë që e bën ta ndish, ta kesh në vete, ta patish në vete, ta përjetosh, po të skenën se ti e përjeton ashtu qysh është e shkruar ajo, po nëse unë duhet të marr një sopat edhe me sopat ti mshuj. Po është me Erholdi që i vjen ndim aty dhe i thotë ndal, unë jam në skenë, po interpretoj. Dhe me thonë, ai siguri magjik cilin Stanislavski ka preferon, edhe cili duhet t'i përbajemi e të jemi gjithmonë të vetëdijshëm se pa sigurin magjik s'mund të më rishkërpun, ajo është Stanislavski. Ne në teatr kemi preferuar dhe Pina Bausch, të them, edhe stilin e koreodramës, të përmenda shfaqjen Brezovecit, për cilin ishim atje në Esen të Gjermanisë, apo edhe një koreodram tjetër që vitin 2003 kisha punuar me Gjergj Prevazin në teatr,
një tekst të Kim Mehmetit e kështu me radhë. Në kontekst të teknologjisë e cila po zhvillohet dita ditës, e cila ka zhvendosur gjithçka, ka ndryshuar gjithçka, duke filluar edhe nga konteksti i asaj që po e shohim botën ndryshe. Këtu bëjmë edhe me inteligjencën artificiale e cila në mënyrë të përshpejtuar po bëhet pjesë e jetës tonë të përditshme. Sa ka ndikuar teknologjia edhe në formsimin e metodologjisë së funksionimit të teatrit, nëse mund të shprehem. Sa e ka ndihmuar teatrin teknologjia dhe vis-a-vis sa teatri Je ka pa sherrin teknologjisë. Unë them se si që çdo e arritur kuptohet se është e mirë se ardhur. Por atë të arritur duhet dish ku ta përdorësh. Se ti nëse hyn e bën Shakespeare-in, o duhet të përqendrohesh në teatrin klasik, në Shakespeare-in, dhe ti rish besnik deri në fund e të mos eksperimentosh. Se në momentin që ke eksperimentuar, ti ke dalë prej klishes, apo ke dalë prej Shakespeare-it edhe je marrë me diçka tjetër. Dhe me thanë, këta momentet e reja, cilët ne ka sjellë teknika, janë të mirë se ardhuna dhe janë për të përdorur në teatr, po duhet me u gjetë vendin, se ku dhe kur me i përdora. Realisht me i përdorë si një lloj rekuizite, ose si një lloj vegle e cila e amplifikon punën e një aktori. Po e cila aktori s'do t'i ndihmon, do t'i ndihmon te konceptit regjisorial, me mos e aktori nëse është e ka njoft dhe njëherë, ka dashur me njoft me Stanislavski me metodat e tij të punës, o fut në personazh edhe një diçka e tillë, sigurisht do t'i pengonte aktorin, s'ke mund do t'i pengonte me siguri. Nëse nisim nga filozofia e Stanislavskit që nëse një pistolet qëndron në skenë, nëse ajo nuk kërcet, s'e ka vendin aty, pra në këtë kontekst edhe arritjet teknologjike nuk e kanë vendin në skenë, i bie që nëse e ke atë pistolet e nuk e përdor, atë ka pas një rast do ta përmendit regjisorin e madh Piromani, për cilin edhe sot në Shqipëri ata cilët bashkëmanikët e tij e flasin për rrotën e Piromanit. Ka punu një shfaqje. Edhe në sistemin enverist, se nuk ka qenë enver vetë, po ka pjell envera tjerë në për institucionin teatr, e kanë pas për detyre, për obligim që të përshjellë të shofin edhe ideologjikisht. Se ka orientohet shfaqje. Piro ka bën një shfaqje që i mshon fillim e fund sistemit. Por ka vu një rrotë shumë të madhe në mes të skenës, që si ka përdor fare. Një plumb që s'ka kërshit. Edhe në provën e fundit gjenerale vinë ata komisarët prej komitetit qendror dhe shofin shfaqjen, edhe tonë konë kërkush si përcjell se çka ndodh, ku është ideja, çka kretja të fokusuar tek rrota, edhe shkojnë kryen shfaqje dhe i thonë, Piro, pash zoti që, jo pash zoti, se s'ka nguzu zoti me përmend, po, qa është ajo, qa në emën të partisë, qa do të thumë shpe atë rotën, qa rotën, pse a ju pengona, po, hekin e rotën. E hekin rotën, për shfaqja boni buj edhe boni jetën e vetë. Realisht, rota ka qenë një pikë defokusim. Ka qenë një revole cila s'ka kërshi, s'ka pas plumb. Zoti Verushi, në gjithë karrierën tuaj 5 dekadash, cili është momenti më kulminant? Besoj që keni pas disa, po cilin do të kishim veçuar sot? Që ju kalon mbresa të pashlyeshme në memorien tuaj. Ju ka shumë. Natë nuk e vjen në dyshim, por njëri që mund të veçoni. Çdo shfaqje, e sidomos se ka shfaqje, ka personazhe, ka krye personazhe. Po, kënaqësi për shembull të punosh një autor rus, siç është Gogoli. Ta realizosh rolin e Poprishkinit, që është i vetmi personazh aty. Edhe të marrësh guximin për të marrë rrugën për të shkuar në Moskva apo në Shën Petersburg apo në Kiev për ta shfaq para opinionit ku
ose pajtoj me gjithë, unë gjithmonë e kam thënë si djepi teatrit është Moskva, edhe të gjitha ta kritik të teatrit vinë të përcjellin, edhe të Duart Trokasin e të shkruajnë më dhej, të japin vlerësime të tilla çfarë kanë dhënë, sigurisht se kërkojnë, ajo është një satisfakcion për mua. Realisht, aty rrezikoni që edhe të akuzoheni për sakrilegj. Mandej edhe Bali Brejtit është një autor për shembull që njefton bota, gjerman qohen me shkojnë festivalin e tyre dhe bëjnë shfaqje dhe marrin kritikat të cilat mund vetëm ti dëshiron dikush ose ti andra. Pra, realisht nuk ka vlerësim më të mirë se sa të shkosh në vendin origjinës edhe të provosh vetëm. Edhe të përjetosh aplauzin cilin i ke përjetuar. Për fund, ashtu siç mbajmë mend momentet më të mira në jetën tonë, pra në gjithë karrierën tonë që kemi, juve ju kisha pyetur, pyetje e kundërt pra, cila është diçka që ju ka ngelur pink në karrierën tuaj, thuajse 5 dekade? Mund ka me të pengë disa personazhe nga dramaturgjia botnore, cilët s'kam arritur t'i realizoj. Si që them ka qenë për shembull Macbethi, për cilin projekt isha marrë vesh që në vitin 98 në Stockholm të Suedis me njënë prej regjisorëve më nxanë bulgar. Morfovin, që ta punojmë, i cili ka pas një koncept shkëlqyshëm, ka ndoshta ta punojmë vetëm me 5 aktorë. Po ja që ai posa u kthym nga Stockholmi, u emnu drejtor artistik në teatrin Ivan Vazov në Sofje. Punon një vjet e të vjen, ta punon shfaqjen Shkup, vitin tjetër e ftojnë në Shën Petersburg, në teatrin Komisar Zhajevska që të udhëheq prap si drejtor artistik dhe mbeti një ëndër për realizuar. Po, diçka ndoshta që edhe sot më intereson, sikur të ketë kush ta shkruan, apo janë edhe romanet e Sabri Godës, doktorit, një shkrimtar shumë të madh, një intelektuali shumë të madh, kisha dashur ta sjell në skenë personazhin e Alipash Tepeletës. Edhe jam në atë moshë, që jam mundu gjithmonë me përjashtim mbretit lirë, që e kam luajtur shumë në moshë të re, në moshën 46 vjeçare. Liri ka qenë në moshën 82 vjeçare, e që ndoshta nëse kam atë fat ta jetoj, ta përjetoj, edhe të mrej deri në atë moshë, të bëj edhe një mbret lirë, po të moshës ti, po Sokrati për shembull kam punuar në atë moshë, Bretin në atë moshë, gjithaj jam përcaktuar për moshët, por Alipash Tepeletës është një prej personazheve që ne për shembull në socializëm këtu, atë e kem pas mësuar si ka qenë njëri prej anti-shqiptarëve më të mëdhenj, s'di se çka. Tash kur kem pas rast na ka rënë dorë literatura e vërtetë, sikurse i modhi Sabri Goda e mori dhe e ritushoi romanin dhe i sjelli të vërtetat, tash është një personazh me cilin ne krenojmë gjithë. Unë, zoti Berushi, ju falenderoj shumë për kohën, për gjithë këto mbresa që ndahet me ne. Sigurisht që ju urojmë shëndet, suksese, sigurisht që ju urojmë rolet e reja, ju urojmë që ky peng i ngelur që realizohet, dhe që në takimin e radhës të bashkëbisedojmë për suksesin e radhës që do të përjetoni. Shpresojmë që do të takohemi për punë të mira, siç thot populli. Ju dëshiroj rrugë të mbarë me këtë rrugëtim, që është për mua shumë i qelluar dhe kërkoj që vërtet të bisedoni me ata të cilët vërtet kanë mund të sjellin diçka, ose kanë dhënë një vlerësim, ose kanë dhënë një pak djesh për të arritur deri këtu ku kemi marrë.